Riza, thojnë që kush e pin ujtë e Zvicrës nuk mund e lësho Zvicrën mo. Kush e pet Kosovës, për Zvicrës kors, s'kthejet dhe në thonë. Kush e pi ujtë e Kosovës nuk ik ma në Zvicrë, thot. Ka ma knatësi, jo bosh, Këtë gjelëpërem, këtë puna bukur, shapë do ma mirë. Si po shkom puna me Valon Ramushin? Valoj, edhe mirë, edhe shak, edhe jaram, është djali mirë Valon. edhe është pika djalit, vetëm o të shtuaj. Okej, për Valonin do kemi një kohë tjetër. Respekt. Edhe respekt pa tjetër se është miki përbashkët e imi, po edhe i Rizajt me qenë se punën këtu. E kështu që herë tjetër pasi tërgullot kjo fshati turistik, do vim ta nxjerrim për gjithë ju shikuesit tanë. Villa sa dush këtu në kompleks Anesi. Riza, sa vjetë shkollë ke po në Zvicër? Unë jam konë domon pi 99-ës, Tere para 3 vite domon jam konë në Zvicër. Pse kur je këthyti në Kosovë? Qëta i këmë bodë domon gati 2 vjetë e gjysë për të ri. A hes po të merë molli vlla? Jo, heq. Në shkofsha meqa. Vetëm nëse ndodh, mos mu baba ose nona për ndryshe, shkoj një dita 2-ja. A i ke rujt dokumentat e Zvicrës apo i ke? Ja, mas 3 mujve domon kum pas domon drejt më lajmëru nga mendje. Okej. Mas 3 mujve domon kum pas drejt te në 6 muj. Okej. E mas 6 mujve, domon nuk jam shku më lajmëru heq. Edhe mos më spjat heret, as nuk më shkojnë menja me shku. Në Shkofsha thotë Rizaj Meçha. Interesant o vlla, krejt shqiptarët po të tentojnë me ikë me jetu në Zvicër, prej krejt botë shkojnë me jetu në Zvicër, ti thu. Jo, mare pa Zvicën këtu e kena. Me hongër homi në restorant, me pi homi. Në Zvicër hangë shumë po ke pa shtetë, në përbau shtetë e lakë po shumë. Se në viqa në dorë. Interesant o vlla. Po del propagandë kjo punë, po nuk është propagandë, kjo është një realitet, e? Mas sa njerën e një në Zvicër, firmën e këmë posë zësa vjetë, sa njerën e një në Zvicër si më njojnë, si kina hongër me ato bokë zësa vjetë, nuk është jeta reale. E ku marrë të konë interesant. Qysh mbojnë me jetu këto kejtë të hongër, të pi, kejtë shënosh, të kesh, ku këmë pasarë, stresu, në stop në ishën depresion. Po se i kom mësu me... Po në ishëm si kual, ditë e natë, kur pa unalë. Absolutisht. E qëtaj rahat, ka të ka dole pënu me hongër me pikin aso dush, për Zvicës në shkon menja kor. Okej, tash ti si thu, me ata që kanë dalë atje, janë jashtë tash momentalisht. Unë dresh do mërgjimtarit është këto. Sidomos do mu më mërmenja edhe me kon foli, është unë drejt tyve me jetu këto. A është të vërtet që se cili që del realisht dëshirën e ka me jetu këto, ose me i pas kurset sigurik jetik tash, kthehen gjithë, qa thuti? Po, normal. Ishin këthujt gjithë. është edhe sigurimet janë, do më honë 30 euro, për shumë është një sigurim 25-30 euro, si mund është më shëru, me dosh nëjës muj, nëjës anë jashtë vendit. A i ki bo sigurimet ti? Po, i kam sigurimet singa, 30 euro i paguj. 30 euro për person? Po, 30 euro për person, veti 7 jam. Të erin 200 merë, do më honë, kam bëles me pas nëjës muj, nëjës anë. Okej, tash Riza, të regom diçka. I ke 5 fëmijë, i pa çmijët, apo jo? Po. Të kanë linë në Zvicër, apo jo? Ketë janë linë në Zvicër, po u konë... Kur e morë vendimin para 2 vite e gjysë, sa ka qenë fëmija jotë me madhë? Fëmija jam do më ka qenë 11 vjetë. 11 vjetë? Po, kur kom nejtë një vjetë vetë në herë, se nuk deshin do më honë ato për më këthuj, tani kur kam morë vendim do më honë më këthuj, për me orë me këshyrë, kur kanë shku në shkollë, të jam bjetu, sajnë, që ta i përthojnë edhe ata nuk shkujnë e më në thonë. Pra do më thonë, fillimin e kam pas vështirë? Po, fillimin e kam pas se janë në rrita që Shqipën nuk kanë ditë me theksu mirë, janë në rrita tje. Që ta i përthot për në Kosovë, me Kosovë përthot s'ka. Janë kom pushime pak në Zvicër. Okej. Një avdit do më honë që janë kom këto festa cibli meret. Po. Sene edhe përthojnë mo ja, apet për najna këto. Pra do më thonë, fëmijëve mas 2 vjetë e gjysë nuk i shkot më në Zvicër? Mas 1 vjetë e gjysë, do më honë se... Ma me vonesi ki përë? Me vonesi, këmë brunë erë këmë këshyrë, që shka muj me bon, shka muj me punu,